Kishat e themeluara që nuk u binden mësimeve të Biblës shpifin kishën e Perëndisë që u bindet fjalëve të Biblës dhe Krishtit që ka ardhur për herë të dytë. Ndonjëherë ata përdorin fjalët e Biblës për të penguar besimin e popullit të Perëndisë. Një nga rastet është përdorimi i fjalëve të Mateut, kapitullit të 24, në lidhje me ardhjen e dytë të Jezusit. Kur Jezusi foli për ardhjen e tij të dytë me dishepujt e tij, ai tha: "Do ta shohin birin e njeriut duke ardhur mbi rretht e qiellit me fuqi dhe lavdi të madhe." Kishat e themeluara e përdorin këtë varg për të këmbëngulur se Krishti nuk do të vijë në mish fshehurazi, sepse Bibla thotë se ai do të vijë me lavdi të madhe. A është lavdia për të cilën flet Bibla e njëjtë me lavdinë që ata mendojnë? Nëpërmjet ardhjes së parë të Jezusit, le të zbulojmë se lavdia e Krishtit për të cilën flet Bibla ndryshon nga lavdia që ata mendojnë. Atëherë lavdia e Zotit do të zbulohet dhe çdo qenie do ta shohë. Ja, Perëndia, Zoti, vjen i fuqishëm dhe krahu i tij sundon për të. Nëse kjo profeci interpretohet siç bëjnë kishat e themeluara, Perëndia duhet të shfaqet me lavdi të dukshme. Megjithatë, kjo profeci u përmbush kur Jezusi lindi në një stall të përvujë. Asnjë lavdi nuk u pa nga njerëzit në paraqitjen e tij. Me që Jezusi nuk duket i lavdishëm në sytë e njerëzve, a nuk është ai Krishti? Në ardhjen e tij të parë dhe të dytë, Krishti erdhi me lavdi në re, sipas profecisë së Biblës. Dhe fjala u bë mish dhe banoi ndër ne, dhe ne soditëm lavdinë e tij, si lavdia e të vetëm lindurit prej Atit, plot hir e të vërtetë. Kur shfaqet lavdia e Krishtit, ata që mund të njohin lavdinë e tij janë vetëm shenjtorët që e pranojnë atë. Kjo është sepse Krishti vjen dhe jeton në të zakontshmen ashtu si ne. Vetëm ata që do të shpëtohen mund të njohin lavdinë e Krishtit. Ne duhet t'i japim falënderime Perëndisë për hirin e veçantë që na dha për të njohur lavdinë e Krishtit. Le të mbajmë besimin deri në fund për të marrë kurorën e jetës.